Nëse doni të jeni shëndetshëm dhe jo vetëm të humni pesh, po të ndjeni me energjike, të ndjeni me pozitive, kjo është këshilla ime për ju. Blini vetes një Apple Watch apo një regular watch që mat hapat. Mundësisht ta keni telefon, por një problemi i aplikacionit telefon është që nëse ti je duke ecur në kuzhinë dhe telefoni e ke lënë diku, nuk do të masi hapat, dhe vendosni qëllim vetes që të pini në 2 litra ujë në ditë dhe të bëni të paktën 12.000 hapa në ditë duhet jetë minimumi, po jam shumë e sigurt që ju mund të bëni edhe 5.000 hapa nëse jetonë në Shqipëri edhe nuk përdorni autobuse apo makina për vajtur nga pika A në pikën B, dhe mundoni të hiqni këto 2 gjëra që janë sheqernat, karbohidratet. Pra hani mish, hani perime, hani arra, hani fara të ndryshme, fruta, mos e kaloni me frutat. Dhe besoni që do bini në pesh. Kaq e thjesht. Dhe aq sa i thjesht duket, është aq e komplikuar sepse jo të gjithë njerëzit duan të bëjnë ato hapat, jo të gjithë njerëzit pinë, ai shumë i thon piva, por në fakt nuk e masin ujë. Bëni një shishe që ka me litra sa ujë pini në ditë, që ta masin, pini në mëngjes, pini në drek, etj me radhë. Kur hani bukë, kjo është një gjë shumë kryesore. Mundoni të paktën 1 orë mbasi keni ngrënë bukë ose gjysmë të paktën, mos të pini ujë, sepse ju do ta tresin më mirë atë ushqim që keni ngrënë pa pirë ujë, sesa kur pini ujë, sepse gjithë ato aciditetet e stomakut që ju bëjnë të tresin ujin, nëse ju pini ujin, nuk do ta tresin shumë dhe ju prandaj keni ato fryre që sa herë hani ju fryet barku. Bëni këto gjëra dhe më besoni që do keni një jetë shumë të shëndetshme. Edhe një sekret tjetër që unë bëj çdo mëngjes, kam kohë që po e bëj këtë, edhe mendoj që ndihem më mirë që kam bërë. Bëj një lloj lëngu në mëngjes, do mundohem ta tag videon për poshtë se si e bëj, por njërë në javë unë zjej feta limoni, zjej ca kalëmba kanele, ca si tip pjesët e trëndafilit të thara e quhen, klavës e thonë këtu në Amerikë, nuk e di që e thonë në Shqip, pakës piper, pakës quhet një lloj spesi djegës plur kajene e ka këtu, hedh ginger, pra feta gingeri, e i zje mirë këto, i lë të ftohet ajo, i kulloj gjitha mbeturinat dhe lëngun. Në dimër në fakt nuk e vija në frigorifer lëngun, e mbaja në për vazo qelçi apo shishe qelçi, por mbasi ftohtë mund ta lini në frigorifer dhe mëngjes mund të pini një gotë nga i lëngu para kafes, para çdo gjëje, dhe supozoj të jetë si tip detox, po edhe të balancojë imunitetin tuaj, të ulë ato fryrjet, inflamacionet që keni në trup etj me radhë. Provoni, më thoni, por normalisht çdo gjë do konsistencë. Jo e bëj një ditë sot edhe pret që ishte në hellë, ku thonë saj. Bye bye.